A dëmtohet zemra nga darka e vonë? Mjekët trondisin me ulëntimin e studimit të fundit. Studimet e fundit kanë paralajmëruar se ushqyerja e vonë gjatë natës rrit riskun e sëmundjeve në zemër. Shumë njerëz hanë edhe pas orës 19 dhe akoma më shumë preferojnë diçka të shpejtë edhe përpara gjumit. Mjekët paralajmërojnë se koha e të ngrënit mund të përbëjë faktor risku për sëmundjet e zemrës. Ora biologjike e trupit të njeriu ndikon të tretja, metabolizmi dhe hormonet. Rrjedhimisht është e logjikshme të mendohet se koha e ushqyerjes mund të ndikojë në reagimet e trupit ndaj ushqimit. Sipas të dhënave, kur vjen puna tek sëmundjet e zemrës, ato nuk kanë rëndesë dhe në cilësinë e ushqimit ato mund të ndikojnë në cilësinë e dietës suaj. Kur vjen puna te ushqyerja e shëndetshme, duhet të planifikoni mirë konsumin e darkës. Ekspertët rekomandojnë të planifikoni çdo gjë si duhet. Konsumi i ushqimeve natën vonë mund të shkaktojë çrregullime me shëndetin e zemrës dhe mbi të gjitha edhe dëmtime përfundimtare të saj nëse e teproni vazhdimisht me yndyrnat edhe me pijet me sheqer.